Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Me pranga në duar, momenti i shoqërimit të Jozit nga policia pasi goditi Gjestin. Pas incidentit të paprecedent ku Jozefin Marku goditi fizikisht Gjestin gjatë transmetimit të drejt për drejt, reagimet kanë qenë të shumta. Pas aktit të dhunshëm, Jozi është shoqëruar më njëherë nga policia e shtetit, e cila e ka arrestuar dhe shoqëruar me pranga në duar. Moderatori i spektaklit Ledion Liço konfirmoi incidentin dhe theksoi se produksioni nuk kishte pasur asnjë sinjal për një veprim të tillë, duke kërkuar ndjesë publike për shqetësimin e shkaktuar. Gjatë prajmit u raportua se gjendja shëndetësore e Gjestit ishte stabilizuar, ndërsa publiku dhe figurat e njohura shprehën shqetësimin për dhunën e ushtruar në transmetim live.